do të ketë një diçka ulliri, ose nuk do të gjetë treg për ullirin, që të ndërhyjet për të nxjerrë treg i jashtëm, se tregu i branshëm nuk ka që bën, nuk e përballon dot ullirin. Por nëse nuk përballohet me tregun e jashtëm, atëherë do të vijë një kohë që do degradohen, nuk do të shërbejnë me fermerët ullirit, do degradohen dhe do thahen vetë ose do i zej shkurrët. Siç e kemi zakon këtë, një shkëndij, një flak, do të digjen ullirin, kështu që do shkatërrohen komplet ullirin. Dhe më do rikthehen sërish vreshta? Ata që kanë mundësi, po ka një gjë që ne o burra po mbulli njëri një vreshtë atjen, do bëjmë vreshtë atër. Siç thamë, deri tani i ka mbjetuar deri tani, me thënë të vërtetën, është për ta nderuar atë shërftoron. Shërftorua ka një vreshtë të mrekullueshëm, i ka shërbyer edhe i ka mbjetuar deri tani. Edhe bujar kuka. Çfarë duhet bërë ndryshe që kjo kulturë mos të humbas? Për vreshtat? Për vreshtat vetëm do të interesohesh, megjithatë për vreshtat me kaq sa ka ngelur e përballohen, është tregu për kaq sa ka ngelur. Po m'para njeri siç ka ngelur ulliri, kështu na ngelet edhe në rrushë, atëherë një vinin e minin për sevap me 200 lekë, 250 lekë kilën. Bile njeri ka prishur brenda një të vjel, gjysmën e voli, gjysmën nuk e voli, bile mund t'ua them edhe emër. Një me mbiemër Doksani, Mikrovan Doksani. Ai e vari mori tregtari atjen, i tha me 300, fundi e mori me 250, pa dal ai në ne, filloi e preu vreshtin, për davajnati. Edhe ka bërë edhe i ulli. Kështu që sa faleminderit edhe juve. Sepse në fshatin ton kishte shumë fermerë që u morën me vreshta, mbollën vreshta, edhe arritën në një pikë që u mbi ngarkua me vreshta atë, dhe prodhimi nuk po shkonte. Arriti tek kilogrami i rrushit vali 250 deri 300 lekë të vjetra. U detyruan njëri pas tjetrit, filluan të prishin vreshtat dhe ta mbillin ulli. Një nga ata isha dhe unë, që kisha në fillim 5 dylim vresht. Në këto 5 dylim merja goxha 100-120 kujtal rrush. Një pjesë e beja raki dhe verë, ndërsa pjesën tjetër e shisja. Mi po erdhi një kohë që edhe rakia nuk po shkonte, po edhe kilogrami i rrushit arriti, siç thash, 250, kështu që arrita që e mbolla ulli. E mbolla ulli, e lash një farkoj ashtu derisa e zuri ulliri atë, dhe prisha vreshtin komplet. Kështu që tani e kam vetëm ulli. Ulli kam mbjell gati 700-800 rrenjë, ulli, po i kam në fazën e rritjes. Ndërkohë, kjo zonë ka qenë në kohën e sistemit më parshëm, pothuajse